Doktor Adit, unë nëse nuk gaboj, guret shpesh din të jenë aty një kohë gjatë pa dhënë simptoma, derisa është e dëmshme për veshkën nëse qëndrojnë guret dhe ne nuk e dim që kemi gurë veshkë? Sepse nuk kemi të prishur shumë bëjmë kontrola rutinore, kështu me pa... Sakt, pajtuna plotësisht. Tani, guret varësisht se në cilën pozicion janë të vendosura në veshkë. Nëse guret janë të vendosura në fillimin e kanaleve që e përcjellin urinën, shkaktojnë obstruksion të veshkës, rrjedhimisht duke qenë po shprehmi ajtit të veshkës, edhe si rrjedhoi do të vijë deri te dhimbja si pasojë e obstruksionit. Ndërsa ka mundësi me kon një guri qoftë në kalikset e mesme ose në kalikset e poshtme, po nuk është të blloku rrjedhën e urinës, drenimin e urinës, ai mundet me kon ato edhe pacienti s'ka simptoma fare edhe rrjedhimisht ai mundet mu identifiku veç gjatë një kontrolli rutin, po përndryshe ankesa nuk ka. Tani, guri në dimensione më të vogla mundet të mos më bëj dome edhe pse po rën çato, po guri në dimensione më të mëdha prapse bën dome, sepse ai nëse nuk e ka blloku komplet veshkën, ka me bloku kalikset e qati polit, qut polit si për të mesëm ose të poshtëm që mundet me qut drejt të infeksione edhe me qut drejt ndryshimeve inflamatore në veshkë. Pra, edhe pse nuk po jep dhimbta, po rrjedhimisht gradualisht shkon duke dëmtu veshkën që në distanca kohore më të gjata mundet marrë deri te dëmtimi komplet i saj pa u hetu fare.